Kriza e refugjatëve nga lindja e mesme ende nuk e ka prekur Kosovën. Mirëpo Kosova nuk po qëndron indiferente kundrejt kësaj krize dhe po përgatitet për ndonjë floks të mundshëm të refugjatëve. Në lidhje me këtë problem të mundshëm në Ballkan, para disa ditësh vërejtjen e kishte tërhequr edhe kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel. Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme Driton Gashi, njëherësh edhe koordinator për menaxhimin e fluksit të mundshëm të refugjatëve, nëpërmjet postës elektronike i tha Tribuna Channel se MPB ka hartuar planin e reagimit për menaxhimin e fluksit të refugjatëve dhe pritet që të finalizohet brenda disa ditëve. Plani i reagimit parashet disa skenar për menaxhimin e fluksit të refugjatëve dhe gjithashtu janë identifikuar disa lokalitete dhe objekte për akomodimin e refugjatëve. Gjithashtu janë identifikuar nevojat për ofrimin e shërbimeve të ndryshme si në ushqim, shërbime shëndetësore e të tjera. Mirëpo Tribuna Channel nuk mori një përgjigje në lidhje me mundësinë e një vale të re e migrantësh nga Kosova për në BE. Adrian Zeqiri nga Qendra Evropiane për çështjen e minoriteteve thotë se pranimi i refugjatëve është çështje solidaritetit për t'u dalë ndihmë njerëzve në hall. Refugjatët që janë të ikë prej Sirisë, ata nuk janë refugjatë ekonomik, nuk ikin prej Sirisë sepse është gjendje e keqe ekonomike, ikin sepse është gjendje lufte dhe janë në rrezik të luftës. Zeqiri tërheq vërejtjen se Ballkani përveç është rruga e refugjatëve nga lindja e mesme, Ballkani është edhe burimi i refugjatëve. Situatat politike në Ballkan janë sensitive në mes shteteve që kanë dalë nga shpërbërja e Jugosllavisë dhe ka tensione të mëdha në mes këtyre shteteve. Një ritensionim i këtyre marrëdhënieve mund të ndodhë në rast që kemi një fluks të madh që kemi të patë refugjatëve nga Siria. Zeqiri shtoi se edhe kancelarja gjermane Merkel edhe Bashkimi Evropian si superfuqi rajonale duhet të tregojnë një përkushtim më të madh ndaj këtyre vatrave të luftës, të cilat janë duke prodhuar probleme ekonomike, ushtarake dhe njerëzore, pasi po shkaktojnë valë të mëdha të refugjatëve.